Nga njerë e kam përshtypjen që zoti Abdizgji ku më i mençur duket kur nuk flet. E përfundove? Zoti Smalaj, po. Nëse vazhdon kjo qëndrimi të dy palëve, atëherë besoj si do të kemi, vendi do të përgatitet që t'jetë pa kuvend për një kohë gjatë dhe do të vazhdoj qeverisit nga qeveria në detyrë që është aktualisht. Dhe pikrisht me që përmendet edhe zotin Kurti, ndjekim një deklaratë të zotit Kurti pikrisht në një mbledhje të ekzekutivit kosovar, aty ku ka thënë që ka marrë dhe disa shembëj të qeverive të kaluara dhe një mënyrë apo tjetër ka thënë që nuk e lëron dot zyrën e kryeministrit. Të dashur qytetar, ligji për qeverinë e bën të qartë se një qeveri në dorëheqje vazhdon të ushtrojë përgjegjësitë e saj në enit 30, ndonse të kufizuara në enit 31, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Në historikun ton të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndar, një qeveri e udhëhequr nga AAK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Zoti Gashi, po. Po s'ka formull tjetër. S'ka formull tjetër? Absolutisht, jo që pedot Albin Kurti, po që e thojnë ligjet, kushtetuta edhe interpretimi pozitiv. A ju bindi edhe Albin Kurti? Jo, po këtë bindi me emra dhe me shembuj. Po këta shembuj janë të stërvjetruara. Po, mirë, po unë Po krahasuesh me ta, që shpelejon vetë ky moron atë nivel të krahasu me ta. Mundet vendi asnjë variant me legjës e pa legjë, me met pa qeveri. Unë nuk e di çysh mundet dikush me thonë. Po nuk mbetet pa qeveri. Pse po thu mbetet pa qeveri kur nuk mbetet vendi pa qeveri? As nuk mundet, as nuk duhet, as nuk ndodh. Kështu që ta heka dilemë. Nuk ndodh ajo. Ajo vazhdon punën deri sa të vjen zgjidhet kryeministri. Ai vazhdon, po çka ka bën ky sot? Po çka ka bën ky sot? Kjo shka e krym punën e vet faktikisht si qeveri. Edhe në studion time e ke thënë kështu zoti. Po më thon. Duhet ma tepër me A di ç'është problemi? Problemi është ta e krym punën e vet derisa të vjen. Qysh po ja lejon vetes me dalje me marr shembull, me thon Hashimi kështu ka bën. Ky ka bën kështu. Ta kallzova dhe po duhet ta tregu çat shembullin e djalit miqës kur kthehet tu, dëgjoj. Absolutisht vendosje. Ki ka ftu deputetët e vet për shkak se ka qenë kuptueshme që secili deputet me men krye e voton vetveten s'pari, do të thotë e verifikon vetveten si deputet. Po të rutinore ka vlerësuar se bën votim të një vendimit ose një votim po bëhet apo del çton vend temin kështu se vetëm ta përfundon.